Një grup banorësh të lagjes 18 në qytetin e Korçës kanë ngritur shqetësimin e ujitjes së hapësirave të gjelbra pranë pallateve të tyre, si dhe problematikën e një godine të vjetër dhe të degraduar, e cila është kthyer në vatër infeksionesh për shkak të mbetjeve të grumbulluara ndër vite. Ata kërkojnë nga Bashkia e Korçës marrjen e masave për zgjidhjen e këtyre çështjeve, të cilat i konsiderojnë të rëndësishme për jetesën e tyre në këtë zonë. Deri dje vaditeshe nga Bashkia e mori pronari që i takonte edhe mbeti pa ujë. Problemi i dytë është qendra e infeksioneve që ka ajo banesa atje. Ne kemi mbajtur mirëmbajtur dhe tani nuk kemi ujë për ta ujitur, sepse është prishur pjesa e kanalizimeve që bënte ujitjen e kësaj. Dhe një gjë akoma më e rëndësishme është banesa ngjitur që ka qenë ish fabrika e çorapeve e vjetër, është bërë vatër infeksioni, sepse ka shumë mbeturina dhe tashin në barë që është vapë, ato bien shumë erë dhe fëmijët tanë luajnë këtë rrotull dhe është qendër infeksionesh. Fëmijët luajnë këtë vërdall. Ndonjë top mund t'i hy, do shkojnë atje, janë shumë të rrezikuar pra. Kështu që në qoftë se do ishte mundur për këtë do ju luteshim ose do t'i bënim thirrje e bashkisë që të merrnin masa. Në këtë blok pallatesh jetojnë mbi 95 familje, të cilat kanë nënshkruar edhe një kërkesë drejtuar Bashkisë së Korçës për zgjidhjen e këtyre dy çështjeve. Të interesuar pranë institucionit vendor, morëm gatishmërinë e personave përgjegjës për gjetjen e zgjidhjes për vaditjen e lulishteve, si dhe për pastrimin dhe dezinfektimin e godinës së vjetër afër pallateve.